Duam domethënë që këto momente, për shkak se nesër është edhe festa ortodokse, kemi mirë kuptim nga asaj feste, ku një numër i madh i qytetarëve të Shkupit dhe viseve tjera pikërisht tranzitojnë domethënë drejt varrezave të Butelit. Dhe duke mos dashur domethënë që ne ti prim incidenteve, konflikteve ndërfetare, ndëretnike, sepse këtu ishim domethënë për të gjetë zgjidhje, për të kontribuar në gjetjen e zgjidhjes dhe jo për të qenë pjesë e problemit apo për të krijuar probleme. Në komunikim edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me institucionet, kemi marrë vesh që të jetë një zgjidhje në frymën e marrëveshjes së Ohrit, duke respektu parimin e Badinterit, sepse vetëm këtë mënyrë domethënë mund të shërbejmë marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe ndërfetare në komunën e Butelit dhe në Maqenin përgjithësi.